artikulojnë, pra juve ju bindin ata avokat, se ne kishim për hir të së vërtetës, unë nuk njoh asnjë nga ata. Janë emra të njohur në kuptimin që një pjesë që kanë dalë për protesta, aktivizëm, por mundet ju besojnë partet politike të vendit avokat i nderuar? Ju thash edhe një herë, pak përpara thash që kur të mblidhemi atje, se unë do vi nesër mbazite në Tiranë, jam atje nesër, do vi Kastele për këtë punë se nuk kam, se kohën nuk e kam shumë të vështirë dhe u duhet jem prapë pas nesër në qytetin e Vlorës se kam gjyq. Megjithatë, sakrificat janë, sot më duhen sakrificat, sot më kërkohen. Dhe sot që më kërkohen unë nuk do neglizhoj, kam mbaruar ajo punë. Pra, jemi në një situatë që tani atje do dalën shumë njerëz, do dalën nga të tëra rrymat, të format, bot kuptimet, interesat e tjera. Aty pastaj secili do prezantohet ashtu siç është, si kundër është. Dhe me vota pastaj do zgjedhet ai grup që do drejtojë, qoftë grupin e parë, qoftë të dytë, qoftë të tretit. Modalitetet janë në dorën tonë, e kemi shumë të lehtë për t'i zgjidhur, për ta mbaruar si problem. Thjesht duhet që të ketë dëshirën e mirë, të ketë atë dashuri, të ketë të duan shqiptarët njëri tjetrin, të dhëm shpirti që Shqipëria po lëngon dhe po bëhet plaçk tregu në duart të një maskaraj që quhet Edi Rama, një hebreu anti-shqiptar. S'kam gjë me hebrejt. Do të sqaroj një gjë, të lutem, sepse më kanë akuzuar, më kanë thënë që je kundër Izraelit dhe kundër i antisemit. S'është e vërtetë, zotëri. E kam thënë që ne që futut hebrejt i kemi ndihmuar gjatë luftës së dytë botërore, i kemi veshur gratë që fute dhe vajzat që fute me qitjane, si shqiptare, u kemi dhënë pasaporta shqiptare, i kemi quajtur musliman apo muslimanët krishteriot si donin atëre. Dhe i kemi shpëtuar me mira shpirtra që futësh. Dhe kanë shkuar në shpinën e tyre dhe na janë mirënjohës. Pra, ama në ana tjetër, unë Izraelit se bëj dot shtëpie. Jo, zotëri, unë mike kam dhe kanë ndihmuar çështjen e Kosovës, po jo ta bëjë shtëpie, jo të vinë izraelitë aty të vendosen koloni izraelit. Këtë kam kundërshtuar, këtë kundërshtoj dhe këtë do ta kundërshtoj sa të jem gjallë. Lidhur me pretendimet e dashakeqësve të shqiptarëve, se kur janë dashakeqit e mi, janë dashakeqës të shqiptarëve, jemi të qartë për këtë punë. Kam bëra këtë deklaratë që dëgjuat që unë nuk kam asnjë gjë me popullin, me qytetarët izraelit, ndërsa Netanyahu nuk mund ta bëj mik. Netanyahu jo, nuk e bëj dot mik, se ka vrarë mira njerëz dhe po vret njerëz, dhe po vritën djemtë e nënave të Amerikës dhe të Izraelit vetëm për interes të tij që mos bëj ai që birqenin burg. Ja për këtë. Avokat, por unë do ngulmoj edhe herë aty tek zgjedhja e këtij kuvendit kombëtar me 150 e 180 diçka e tillë, 150 antarë, të zgjeruari dhe një mbledhur. Ky kuvend më pas do zgjedh qeverinë. Po tani, a mundet të ketë ngrihet dyshimet e fakti që antarët e këtij kuvendi, organizatorët thonë na shkruani në WhatsApp apo në rrjetet sociale, pra si mund zgjidhen, ku mund të jetë transparenca që ata kërkojnë për qeverinë, tani tjetër transparenca për zgjedhjen e këtyre antarëve në këtë mënyrë, e para dhe e dyta, këta tani do zgjedhin qeverinë pastaj. Me 20 a 21 antarë të kabinetit, diçka e tillë. Tani, shiko, nuk duhet 20 edhe 30, po maksimumi janë të domosdoshëm dhe të mjaftueshëm 12 veta, 11-12 veta. Kaq janë domosdoshëm të mjaftueshëm. Pastaj për modalitetet të tjera aty jemi. Njëherë të ulemi dhe të hedhim hapin e parë, pra të mlidhemi nesër. Ose pas nesër kur e kanë vendosur ata zotrinjt atje, unë do vi do marr kontakt me ta, ju do më dërgoni një telefon të tyre që të bisedoj me kush është organizatori ose kush është një nga krerët e atij grupi aty që kanë krijuar këtë forum, por ndërkohë po ju them që kenë kujdes nga thirrjet destabilizuese që thonë mos dilin protest. Jo, ne në protest do dalim jo për të vrarë për të prerë, por ne në protest do dalim që të rrëzohet kjo klik gangsterësh dhe hajdutës që po vjedh pronat e shqiptarëve. Dhe nuk dalim as me armë, as me lopata dhe me shatra, siç thot ai Beni. Sfurqet, jo, s'kemi nevojë për ato. Ne do dalim atje të zëm frymën, të zëm frymën, tamam, mos s'ken mundësi të hyjnë në zyra, ja këtë do bëjmë. Edhe do ta bëjmë këtë, e kemi bërë do ta bëjmë. Avokat, por është
është lakuar shumë media që frika që në moment që do dalë koka e kësaj proteste, do të goditet. Po tani që dolën grupi organizator dhe mënyra, forma, operimi, organizimi që ata kërkojnë, a mendoni që këtu mund të fillojë edhe përçarja, sepse nëse do zgjidhen 20 antarë qeverie, si do zgjidhen këta? Do jenë po nga sheshi? Do ketë nga diaspora, nga bota akademike? Si do zgjidhen këta? Kush do jenë këta? Kush do jetë kryeministri? Më dëgjoj zotëri. E pare punës njerë që kjo është një ngjarje dhe kjo është një veprim politik që del direkt nga protesta mbar popullore. Dhe personat që do dalën atje duhet të jenë persona të njohur me integritet dhe që t'i njohë dhe t'i pranojë opinioni publik shqiptar. Duke votuar opinioni publik shqiptar nëpërmjet mediave dhe mjeteve të informacionit, duke votuar për secilin, duke filluar nga unë i pari edhe nga gjithë tjerët. Kusht të votimi duhet të bëhet me letër njoftimi, me kartë identiteti dhe me numër telefoni. Ndjes se po ju ndërpres, ju e keni mirë, po këtu ka 30 vite që nuk njihen zgjedhje. Jo, si do njihen këto zgjedhje? Jo, këto nuk janë zgjedhje, zotëri. Këtu nuk bëhet fjalë për zgjedhje, jo. E keni keq kuptuar. Këtu bëhet fjalë që të krijohet një grup për shpëtimin e kombit dhe ne ose instituti i politikave të interesit kombëtar e ka dërguar, e ka bërë programin, Komiteti i Shpëtimit Kombëtar e ka bërë programin, e ka bërë general kolonel Hajri Limaj, e kemi dorëzuar në gjykatën përgjithësuese, i kemi formuluar dhe pikat, do flasëm nesër atje gjatë e gjërë me të gjithë zotërin kushdo që të vijë. Ne jemi pratë... Këtë do të them dhe unë, se ata të sheshit thonë që ne kemi kuvendin tonë, ndoshta dhe qeverin tonë. Ju, me intelektualët, me shumë përvojë, eksperiencë, njohuri, dituri, e tjera, ju thoni që shiko, edhe ne kemi këto ide dhe pikpamje tona. Tani si do shkrihen këto me njëri tjetrin? Atëre. Tavolina. Këto është zgjedhje tavolina, zotëri. Secili të dalë me programin e tij dhe këtë miratoj populli. Unë kështu e mendoj unë. Nuk e di se çdo mendojnë zotërinjtë e tjerë që do marrin pjesë aty, por kështu e mendoj që problemet i zgjidh tavolina, i zgjidh dialogu, i zgjidh shpallosja e programit dhe kuptimit të secilit prej ne që mendoj që do ulemi dhe do mendojmë që të zgjidhim problemin, të zgjidhim definitivisht problemin e demokracisë në Shqipëri. Sepse më lejo të thoj diçka, të lutem, tek pikat për të qenë pjesë antar pra i kuvendit, duhet që të jesh adheptar, patriot e tjera, të njohin Skënderbeun, të jenë dakord parimisht për Shqipërinë etnike, të jenë dakord për të mbajtur bashkuar kuvendin, të jenë dakord për të zbatuar vullnetin e mbledhjes përgjithshme të popullit, të zbatojnë me përgjegjësi rregullorën e kuvendit, të mos kenë qenë zyrtar të lartë të sistemit të vjetër 80 vjeçar. Tani kjo është çik vështirë këtu.